që edhe po ajo bë shqiptar të bën aq të lidhur që apo ky shqiptar apo kështu I pashtu edhe thash nuk bëhet kjo gjëja këtu. Merrni dikush tjetër. Ja, nuk bëhet kjo në Amerikë, nuk. Do fillon ndërhyrjet. Shok pas shoku. Ja, atë ishte babi thoshte mua edhe unë më gjitha me babin, I thash jo këtë. Domethënë vazhdojmë edhe këtu ne kemi atë idenë që hajde të shkojmë të futemi në mix, ai se e kemi shqiptarin këtu. Është në gjakun ton. Po I thash to sa do të ndihmosh po. Unë po ndërmoja shumë me sa mund pa u bërë ndere që ja bëja sa më të thjesht të ndodhe po që të favorizoj pozitivisht në një farë mënyrë me aq prova sa ka. Po edhe ju thash jo favorime se duhet të jesh ndar, po thjesht që ti je më objektiv. Po, më objektiv edhe thash që është kultura, që ta kuptoj që kjo është kultura dhe këto mund ta bëjmë, po pastaj filloi të kalon të atë nivelin edhe e thash edhe ja dash dosin kolegët e tjerë e thash mos. Në fakt kjo është problemi se nga Shqipëria shumica e njerëzve është I bien shkurt, e kupton, edhe kjo është ajo një problem tjetër. Pikërisht ajo ndodhi që si zonë Shqipërisë kohës, po nuk mund ta bësh këtu. Sidomos unë që sapo kisha filluar si prokuror e thash. Po, nuk ndodhen. Po është çuditshme për të lloj gjërash, edhe në Shqipëri mund të bësh I pastër, por këtu futesh në burg edhe nuk është ky vendi që mund të bëjnë ato gjë. Po.